Përshëndetje të dashur miq. Jemi njohur nëpërmjet medias lidhur me komunikime të cilat kanë dalë nga dosja hetimore e zonjës Balluku, lidhur me komunikimet që zëvendës kryeministria dhe ministra e infrastrukturës dhe inovacionit ka pasur me varsin e tij zoti Berberi, pra me drejtorin e autoritetit rrugor shqiptar, lidhur me tunelin i cili do të ndërtojë në Llogara. Komunikimet duken që kanë qenë shumë të afërta, që do thotë nga momenti i emërimit i zotit Berberi dhe evoluimi i gjithë këtij procesi. Zoti Berberi, sipas medias, ka ruajtur gjitha mesazhet, i ka bërë screenshot dhe ja ka dërguar për shortes së vet. Por aty kemi parë disa fjalë të cilat zonja Balluku i ka përdorur si palloshi i gjatë apo më ka bërë presion e tjera me radhë. Tashmë i takon organit akuzës, i cili duhet të hetojë lidhur me këto, duhet të hetojë për sa i përket komunikimeve. Pra kjo ndoshta ka qenë një mbrojtje që mund të ketë bërë zoti Berberi me zonjën Balluku, pra një lloj mbrojtje për sa i përket hetimit të kësaj çështje. Sepse shikojmë që ata kanë pasur një afërsi aq të madhe saqë zoti Berberi shkonte gjithmonë në apartament dhe takonte zonjën Balluku lidhur për të sqaruar problemet e tyre për sa i përket tenderimeve të ndryshme apo punëve të tjera publike. Kështu që në këtë kuptim gjitha aludimet këtu nga media janë për kryeministrin Rama, por këto duhen parë sepse ndoshta është ndonjë inskenim midis zonjës Balluku dhe zotit Berberi në mënyrë që ta shantazhojnë apo zotin Rama ta kenë lidhur me këtë çështje, ta kenë në presion, apo ka qenë dikush tjetër i cili i ka bërë presion zonjës Balluku. Kështu që prokuria duhet ta shikojë këtë çështje dhe është shumë herë që ka mbyllur hetimet, megjithatë është gjykatë si paraprak i cili do të vlerësojë nëse hetimet e organit të akuzës janë bërë në rregull apo jo. Faleminderit.